Në thellësitë e maleve të Skraparit, mes peizazheve mahnitse dhe historisë së lashtë, gjendet një fshat i vogël me histori të madhe, Zaberzani. Në këtë copës toke të bekuar, banorët e Zaberzanit vazhdojnë një traditë mira vjeçare, prodhimin e rakisë që daton që nga koha e ilirëve. E njihni vendin që prodhon rakin më të mirë në të gjithë Shqipërinë? Shumë do të thoni Skrapari dhe me të drejtë. Në zonën e Skraparit prodhohet rakia më e mirë në rang vendi, por sidomos në fshatin Zaberzan. Pikërisht prandaj kemi ardhur dhe në Zaberzan, ku do të takohemi me një familje e cila do të na tregojë historikun e kësaj tradite me të cilën krenohet edhe Shqipëria, siç është edhe prodhimi i rakisë vendase. Le të shkojmë. Përshëndetje zonja Flutura. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Përshëndetje zotin Aimsi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit që na pritët. Faleminderit dhe ju që na hapët derën sot. Jeni të mirëpritur në çdo kohë. Faleminderit shumë. Urdhroni. Urdhroni. Sipas traditës, tu qirasim ne këtu. Po na prisni me dolli. Po me dolli, dollia Zaberzanca e ke dëgjuar ndonjëherë apo jo? E kam dëgjuar, si jo. Urdhroni. Zotin Aime dhe zonja Flutura, faleminderit që na pritët. Aq shumë mirë na keni pritur me tryezën plot, edhe me disa gjëra karakteristike pikërisht të Skraparit që unë nuk i kisha hasur ndonjëherë, siç është pekmezi dhe rania. Le ta nisim kështu, mi shpjegoni pse janë kaq karakteristike këto të dyja të zonës. Përshëndetje, ju falenderoj pamas për këtë mirëseardhje në fshatin tonë dhe në familjen time. Ne kemi breshta, rreth 7 lym breshta, familja jonë. Dhe prodhojmë rakin të parën, pastaj prodhojmë pekmez dhe rani rrushi. Ka dhe prodhime tjera, jo reçelra, jo. Po, pekmezin tani ne marrim rrushin, e shtypim rrushin, e hedhim në kade, një ditë e lëm do me thënë bërsin, quhet bërsi, do me thënë shtypja rrushit dhe lengu, dhe ditën e nesme unë e heq lengun në akadja dhe e kulloj në përenët, do me thënë. Dhe për përgatitjen e pekmezit, ne përdorim një lloj dheu, quhet vapem. Ja hedhim lengut, ai shkumzon, hiqen ato mbeturinat që nxjerr lengu i rrushit dhe e lëm për 6 shtator të kulloj. Ky proces deri këtu. Pastaj, si ka kulluar mirë, e marr lëngun e rrushit, e kulloj në tavë ose en inoksi, kazan, sipas mundësisë që kanë çdo familje, dhe filloj i jap një val, do me thënë e zjej në kazan. Përsëri e lë këtë, e lë një ditë ose një natë, dhe të nesme unë e kulloj përsëri në kazan dhe filloj e zjej, sa e trash dhe si përfundim del kjo masë. Për çfarë shërbeni? E shërbejmë për qerasje, për nevojat e familjes, ke dëshirë e ha me arra, e ndërton po me arra e ka. Pekmezi e ka me arra. E ha me lugët, e ha të ndërtuar edhe me ujë, si ta kënë dëshirë, gjithkush. Konsumohet vetëm nga gratë dhe vajzat apo nga të gjithë? Nga gjithkush konsumohet. Është e për mikpritje, është, do me thënë, është me emër. Pekmezi, reania e rrushit janë me emër. Ne jo më kot kemi ardhur në fshatin e rakisë, por pikërisht në familje Lamaj që e ka traditë nxjerrjen e rakisë prej vitesh. Për të më lejoni që të pyes zotin Aim që e ka kthyer në traditë, unë do ta nis me një dolli. Ju falenderojmë dhe ju respektojmë pamas mirëseardhjen tuaj në fshatin tonë dhe në familjen tonë. Faleminderit. Na trego pak si ka nisur kjo kulturë në familjen tuaj. Kjo është traditë nga babai, nga gjyshi, tani e trashëgojmë ne më të rinjtë. Dhe dikur rrushi këtu ka qenë me lisa, me pemë të larta. Tashti brezi jon e kultivon me vreshta. Familja jon ka rreth 7 lym vresht,
dhe me këtë plotësojmë nevojat ekonomike tona. Duke virë rushin, e marrim e hedhim për kade rushi, pej druri. Ju më thatë që e keni ditë të trashëguar nga gjyshi edhe nga babai. Më tregoni pak nga fëmijëria juaj, kur vinte koha e përgatitjes së rakisë, si e përgatiste gjyshi juaj? Gjyshi jon duke vjellë rushin në pema, e shtypin më thjesht nga neve, se tani janë modernizuar gjërat me makineri e shtypte, e hitën për ente drurit, duke lënë dhe 21 ditë dhe 25 ditë që fermetohet. Pasaj fillon procesi i nxjerrjes, i zgjerrjes rakisë. Unë në kujtimet e mia si vajzë mbaj momente që gjyshi përgatiste pikërisht rakinë në zonën e Devollit edhe për ne ai moment ka qenë moment feste, gjithë fëmijët e lagjes. Po këtu është fest nxjerrja e rakisë? Po, me të filluar nxjerrja, neve mblidhemi si vllazëri.